për shëndetje miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025 ose në numrin tim të celularit 069 24 68 328. Do të bëjmë një pyetje tek energjia e tarotëve. Fokusoni gjithë energjinë tuaj në këtë video për të marrë përgjigjen e kësaj pyetje. Ky person kërkon një dialog me ty të rëndësishëm, sepse e kupton që ka gabuar. Do të realizohet ky dialog midis jush, jeni larg, keni mësuar një thyerje të kësaj historie, keni pasur manipulime dhe ky person e ka kuptuar këtë pjesë të manipulimit që ju ka lënduar, ju ka plagosur dhe kërkon të bëj një pashë me ju, pra të bëj një dialog të rëndësishëm për të sqaruar për gjithë situatën e tij të vështirë. Ky letër më tregon që së shpejti në duart tuaja vin ky lajm që do të bëj një ndryshim rrënjësor në këtë histori dashurie. Ju jeni një person shumë familjar, shumë besnik dhe doni që kjo histori të ketë një përfundim pozitiv. Ky person është në botë, do të mbyllë një cikël të vjetër të jetës tij për të ndryshuar jetën e tij në çdo fushë. Është pak i mërzitur, sepse kërkon aprovimin tuaj për këtë dialog. Ju për të jeni si kjo princesha e monedës, një femër ideale, femra e tij e jetës. Ai e kupton që ka gabuar me ju, kupton që ju ka lënduar, ju ka manipuluar në këtë histori, por situata e tij është e vështirë. Dhe kjo ka bërë që ai të reflektojë dhe të sjellë tek ju këtë mesazh pozitiv për të bërë një takim të rëndësishëm, një dialog të fortë midis njëri tjetrit për të vendosur gjithçka që të realizohet në mënyrë pozitive, pra të ketë një rezultat pozitiv kjo histori dhe ky dialog midis ju të dyve, që jeni të mbrojtur nga ky ëndël mbrojtës. Me kë rezonon kjo histori, kjo energji? Me kë shenjë të horoskopit rezonon kjo histori? Me akrepin, me denin, me binjakët, luanin, gaforen, peshoren, me vigjoreshën dhe me shigjetarin. Kurse me gërma mund të rezonoj me gërmën D, N, S, A, gërmën Ñ, O, L, Z, R, Zh, F dhe S. Faleminderit shumë miqtë mi.